Ish sulmuesi i Manchester United dhe i kombëtares anglis Wayne Rooney ka deklaruar se kapiteni i Sunderlandit Granit Xhaka është ndoshta transferimi më i mirë i këtij sezoni në Premier League. Sunderland ka shkëlqyer në rikthimin e tij në Premier League dhe aktualisht renditet në vendin e 4 pas 11 ndeshjeve me 19 pikë, duke qenë në rrugën e dur për të arritur objektivin kryesor, mbetjen e elit. Ish mesfushori i Arsenalit Xhaka ka qenë një faktor kyç në fillimin e fortë të Sunderlandit, fal përvojës dhe lidershipit të tij. Ai ka luajtur çdo minutë të gjitha ndeshjeve në ligë duke shënuar një gol dhe duke dhënë 3 asistime. Këtë sezon 33 vjeçari e udhëheq skuadrën në disa statistika, asistime, raste të krijuara, prekje topi dhe pasime të sakta, por edhe duele të fituara dhe topa të rikthyer, gjithashtu dhe në distancën e përshkruar në fushë. Xhaka ju bashkua Sunderlandit në ver pas ngjitjes nga Championship, duke ardhur nga Bayer Leverkusen për një shumë fillestare prej 13 milion poundësh. Ndërkohë Rooney tha për të, kur u kthye në Premier League e pyesja veten nëse doja dilte, sidomos me një ekip të sapo promovuar, çfarë ndikimi mund të kishte ai, por ai ndoshta ka qenë transferimi i sezonit, ka qenë i jashtëzakonshëm. Xhaka zhvilloi 297 paraqitje me Arsenalin, ku fitoi 2 kupa të Anglisë. Megjithatë ai shpesh ishte një figurë e diskutueshme te Top 100 e Londrës. Ai u përjashtua 5 herë me karton të kuq dhe gjatë 6 javëve sa ishte kapiten në vitin 2019, pati një përplasje të hapur me tifozët, gjë që çoi në heqjen e shiritit të kapitenit. Gjëra ndryshuan në drejtimin e Mikel Artetas, ku Xhaka u bë një lojtar kyç përpara se të largohej në vitin 2023 drejt Leverkusenit, ku ndihmoi klubin gjerman të fitonte titullin e parë në Bundesliga në sezonin e tij të parë atje. Rooney shtoi për të, kur pati atë situatë me Arsenalin dhe u përplas me tifozët, ai tregoi karakter të madh duke u rikthyer për të luajtur sërish për klubin, ta kalosh atë periudhë dhe të performosh siç bëri Xhaka, pastaj të shkosh te Leverkuseni dhe të ndihmosh për të mposhtur Bayern Munich pas më shumë se 10 vitesh, tregon se çfarë lojtari i madh është. Sunderland ka një skuadër shumë të re, ai është si një figurë prindërore dhe do të jetë ndihmë e madhe edhe për trajnerin, si kapiten që lidh lojtarët me stafin. Me gjithë transferimet që bën këtë verë, ai do të jetë një ndihmë e jashtëzakonshme për menaxherin dhe për lojtarët e rinj, duke përdorur përvojën e tij, u shpreh Rooney për Xhakën. Edhe trajneri i Arsenalit Mikel Arteta ka vlerësuar lart ish kapitenin e Top 100-ve Granit Xhakën, duke theksuar se mesfushori shqiptar ka cilësitë e duhura për të bërë një trajner i madh në të ardhmen. Edhe pse aktualisht është pjesë e Sunderlandit, ku ka luajtur çdo minutë këtë sezon pas kalimit nga Bayer Leverkusen në korrik, Arteta beson se Xhaka po tregon tashmë instiktet e një tekniku në fushë. Ishte i qartë që Graniti kishte një prirje për drejtim dhe lidership që gjatë kohës që ishte tek ne, tha Arteta pas barazimit 2-2 mes Arsenalit dhe Sunderlandit fundjavën e kaluar. Ai kishte filluar të ndihmonte lojtarët e rinj, si Ethan Nwaneri, dhe tregon një mënyrë të shkëlqyer komunikimi dhe motivimi për ta. Sipas Artetës, Xhaka mund të ndjek një karrierë të suksesshme trajningu, por për momentin duhet të vazhdojë të shijojë futbollin si lojtar aktiv. Për mua ai është tashmë një trajner në fushë, por le ta lëm të luajë ende, sepse po bën mirë dhe ka ende shumë vite përpara, shtoi tekniku spanjoll.